Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ndodhi sot në SPAK, ku paraqit në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje për dosjen Partizani. Pas daljes nga SPAK, ai foli para gazetarëve për çështjen e 21 janarit, që i quajti vrasje shtetërore dhe pohoi se ishte i pari që e kishte deklaruar këtë gjë. Ai tha se edhe vendet perëndimore kanë deklaruar se Partia Socialiste kishte agent dhune. Berisha sqaroi se nuk u paraqit për thirrjen e prokurorëve të posaçëm në lidhje me 21 janarin, pasi nuk ka marrë asnjë njoftim. Kjo çështje është hetuar dhe janë dhënë një sëri dënimesh. Për këtë çështje, Sali Berisha ka bërë deklarat në darkën e asaj nate. Nuk është thirrur asnjëherë, as dhe një herë të vetme. Përkundrazi, kanë biseduar me mua të huaj, zyrtar të lartë të ndryshëm, dhe nuk ka thirrë prokuria e shtetit. Nuk më kanë thirrur asnjëherë sepse kanë patur frikë nga dëshmitë e mia. Sepse ajo ishte demonstrata më e dhunshme në historinë e vendit, dhe se ka deklarata të vendeve më të fuqishme të planetit se Partia Socialiste kishte agent dhune. Kishte agent dhune. Pra, agent e dhunës, dhe cili do që e hap, në sekuencat më minimale, shef aty mira gur, duke vërshuar drejt mbrojtësve të ndërtesës, shef pluma në dritaret të ndërtesës. Zoti Berisha, Strasburgu e ka konsideruar 21 janarin si një vrasje shtetërore e pazbardhur. Çfarë është kjo ngjarje për ju? Strasburgu, Gjykata Evropiane për Drejtat e Njerëzit. Më fal me që ndjek këtë punë, a mos e ka konsideruar Sali Berisha vrasje shtetërore? Dakor, po pyes, të lutem, nga brenda kryeministrisë u vranë protestuesit në bulevard, zoti Berisha. Një minutë, jo, shiko, do të kemi qenë në atë protestë. Për të qenë konsekuente me veten tënde, jam unë që e kam, një minutë, jam unë i pari që e kam konsideruar, që e kam quajtur pasi, më që hym në këtë pikë, pasi një herë u tha se ishte nga afër, u bë ekspertiza, tha nuk janë nga afër, se kishte një ekspertizë kirurgësh, edhe nga kirurgët. Edhe kirurgu ka mbrojtë edhe 2 vite për para atë ekspertizë. Por, ekspertiza tjetë të tregoj se ato nuk ishim tak nga afër. Dhe unë bazuar në atë, e kam quajtur vrasje shtetërore. Ndërkohë, prokuroria e posaçme ka konfirmuar thirrjen e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha për ta pyetur për dosjen e 21 janarit. Me anë të një njoftimi, SPAK bën me dije se lideri i opozitës gjatë zbatimit të masës detyrim paraqitje është njohur dhe ka nënshkruar sot urdhër thirrjen për 21 janarin.